për një ngjarje kaq të madhe si e sotme. Ja them këtë sepse kur Shqipëria dhe Serbia po përgatiten për një ndeshje të re kualifikuese për Kupën e Botës 2026, kujtimet e incidentit të vitit 2014 janë ende të freskëta. Autoritetet shqiptare kanë marrë masa të rrepta sigurie, përfshirë ndalimin e tifozëve serb dhe përdorimin e teknologjisë kundër dronëve për të parandaluar përsëritjen e ngjarjeve të ngjashme. Ndeshja ka marrë gjatë gjithë kësaj jave vëmendjen absolute të publikut shqiptar brenda dhe jashtë vendit. Rrugët e metropolit janë mbushur plote për plot me flamujt dhe simbole. 2 objektiva ka kombëtarja shqiptare. Një bilet për fazën finale dhe historinë ndaj Serbisë. Për të gjithë është një ndeshje futbolli, por për ata që e njohin këtë sport dhe historinë, kjo është si një finale ballkanike e historisë dhe kampionatit të vetë sportit. Është një ngërdheshje krenarie, nacionalizmi dhe mërie neverie. Është prova që duhet të kalojnë fanatikët e futbollit dhe përmbajtja që duhet të tregojnë njohësit e historisë. Është lavdia e munguar dhe vëllazëria e luftuar. 2 kombe, 2 botkuptime, 2 versione të një të vërtete, që njeh vetëm një fitues, që ndonse përcaktohet në fushën e blertë, vlerësohet më gjerë se aq. Na takon ne, shqiptarve, pasardhës të ilirëve autokton të këtyre trojeve, të tregojmë që jemi në anën e dur të historisë dhe në vlerat e vërteta të futbollit që bazohen tek përbashkimi rreth topit. Fitoft më i miri sonte. Kështu mund të hap këtë pjesë të dytë të programit, me të cilën në fazë të parë shkoj në terren, atje ku Dea Kozmanda na bashkohet nëpërmjet një stende të ngritur për tifozat kuqezi. Dea, të përshëndes, duket që ka zhurmë pas teje. Më thuaj më shumë çfarë po ndodh aty. Një atmosferë elektrizuese kur na ndajnë vetëm pak orë para ndeshjes madhe me Serbinë, një kundërshtar jo vetëm direkt, por edhe historik për gjithë tifozët kuqezi, lojtarët që do të zbresin fushë. Emocionet kanë nisur tashmë, siç mund ta shihni, unë jam në lulishten e vëllezërve Frashin, në përballë piramidës, ku duket sikur kjo është atmosfera e rëndë, vërtet shumë emocione për tifozët që me zore kanë pritur këtë ndeshje. Është diçka jashtëzakonshme për ta, kanë ardhur nga anë botës e vetëm për të ndjekur kombëtarën shqiptare. Unë do të përpiqem që të marr edhe disa nga emocionet. Përshëndetje, nga keni ardhur? Prishtina. Keni ardhur nga Prishtina vetëm për të ndjekur kombëtarën shqiptare. Do të jeni në stadium? Po. E keni siguruar biletën, ka qenë thjesht? E kemi siguruar biletën dhe do marrim pjesë. Keni qenë një nga fatlumët e shortit elektronik apo? Po. Ka siguruar një shokujt. Sa tek ndeshja sot? 40 për ne. Golat kush i bën? Aslani dhe Hasani. Urojmë shumë. Faleminderit nga aksonit. Erion, më lejo të them që janë tifoz nga çdo grup moshe, nga çdo anë botës, vetëm për ndjekur emocionet. Nga vine. Nga Kosova. Nga Vitia, Kosova. Vetëm për kombëtarën shqiptare? Vetëm për kombëtarën shqiptare. Fitore! Sa dalin? Një rezultat, sa dalin? 2-0. 3-0. Serbi! Shqipqamo! A jemi live? Serbi! Janë të kore që duket se do në vizitërojnë gjatë orëve që pasojnë, një publik elektrizues i cili nuk largohet nga thirrjet që kemi kaq vite. U kërkojmë të mos e bëjnë diçka të tillë, por një entuziazëm dhe një hare kaq e madhe që ka elektrizuar të gjitha të shesh të vogël të kryeqytetit, ku janë mbledhur tifozë të shumtë, ndonse jemi ende herët për të pritur këtë atmosferë. Ka dhe fëmijë, ndjekin. Tash jeni në stadium ndeshje? Jo. Tash jeni po. Sa të shumë. Të thash Erion që nuk ka dallim gjinie, moshe. Jemi vetëm shqiptari bashkon ngjyra kuqezi. Nga keni ardhur? Nga Kosova. Do ta jeni në stadium ndeshje? Po, tjetër që po. Ka qenë lehtë për të siguruar biletat? S'ka problem leku. I kam shokët e fortë, Shqipëria rroft, heci për para, ta mundim Serbinë. Keni qenë fatlum në këtë shortin elektrik? Ajo shorti... Shorti është i mirë. Rroft Shqipëria, rroft Kosova, ta mundim Serbi.
Edhe me kaq më mirë, sepse do ishte më e denjë në këtë transmetim të drejtë për drejtë të ruajmë etikën, atë që duhet çdo televizion ta bëjë më së miri. Dea Kozma, këto janë pamje direkte që na vijnë nga tifozat kuqezi në stendën e tyre të personalizuar për nga ku do të shihet mbrëmjen e sotme kjo ndeshje me kaq vlera, por edhe kaq dëshirë. Do t'jeni në stadium apo po tjetër? Sa del Shqipëria sot? 3-0. Fitore Shqipëria. Kjo është atmosfera vetëm në prag të ndeshjes. Urojmë që kështu të jetë fest gjatë gjithë mbrëmjes edhe me përshëllimën finale të arbitrit me fitoren sigurisht të kuqezive. Faleminderit Dea Kozma, ishim drejt për drejt, pra edhe një herë në këto pamje që na mundsohen nga operatorët tanë dhe me bashkëpunimin e Dea Kozma që tenton tek tuk t'i shmangë edhe ato koret të cilat nuk duhet të mbizotërojnë sot. Duhet të tregojmë vlerat që sikurse e thash në hapje të kësaj pjese televizive, të na tregojnë që ne dim të përballemi me ata që e duan këtë lloj retorike.